në ndeshjen e mbrëmshme të xhiros së fundit të Euroligës mes Partizanit dhe Real Madrid në Beograd, fyri të rënda ka psuar përfaqësuesi i Bosnjë-Hercegovinës, Xhanan Musa, por nuk ishte i vetmi që u ofendua nga tifozët e Partizanit. Përkatësisht, arena e mbushur plot në Beograd në një moment ishte duke bubulluar nga një këngë e fansave që fyente presidentin serb Aleksandar Vučić. Vučić pederi dëgjohet duke kënduar grobari dhe video u përhap shumë shpejt në rrjetet sociale. Kështu tifozët e Partizanit, për të disatën herë, i kanë dërguar një mesazh Vučićit, me të cilin prej vitesh janë në luftë. Vlen të theksohet se presidenti i Serbisë është tashë disa muaj cak i protestave të mëdha të studentëve, të cilët kërkojnë largimin e tij. Në anën tjetër, mbrëm në Beograd, Real Madrid fitoi në sekondat e fundit me rezultatin 91-89, ndeshja u transmetua në Arena Sport dhe gjatë transmetimit shikuesit pranë ekranit të TV-s nuk mund të dëgjoni zërin nga salla, ku dëgjuan thirrjet e lartë përmendura në arenë